2 viktima brenda pak orësh u regjistruan mbrëmjen e të enjtes në rrugët e vendit. Një 13 vjeçar që po lëvizte në rrugë me monopatin u përplas për vdekje nga një makinë në aksin rrugor që lidh Fishtën me superstradën Lezhë-Shkodër. I mituri u përplas nga një automjet tip Audi që më pas përfundoi në një kanal anës rrugës. 13 vjeçari u transportua me urgjencë drejt spitalit, por nuk mundi t'i mbjetoj plakëve dhe ndëroi jetë gjatë rrugës. Në ngjarjen mbërritën shërbimet e policisë, të cilat kanë nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe dinamikës së aksidentit. Ndërkohë, drejtuesi i makinës që shkaktoi aksidentin e rënd u shoqërua në komisariat. Me herët, një 62 vjeçar humbi kontrollin e mjetit në aksin rrugor Borizan-Thuman dhe doli nga rruga. Ai u transportua në spital, por ndroi jetë nga plagët e rënda. Vjon puna nga grupi hetimor për sqalimin e plotë të rrethanave dhe shkakut të aksidentit.